që prej 2 muajsh banorët e lagjes Teqe të Shqipkovicës rezultojnë të izoluar nga qyteti. Shkak për këtë është ura e vetme e fshatit e cila u shkatërrua atërsisht nga përmbytjet e 2 muajve më parë. Banorët duke mos pasur ndihmë nga institucionet, kanë improvizuar vetë një urë prej 40 cm gjerësi, mbi të cilën kalojnë për çdo ditë për të furnizuar me ushqime. Ura përshkohet gjithashtu edhe nga fëmijët dhe nxënës që shkojnë në shkollën e mesme të Tetovës. Banorët shprehen të jetë të revoltuar nga mospërfillja e institucioneve. Ata kërkojnë që të ndërhyet sa më shpejt, sepse me fillimin e dimrit mund të mbesin krejtësisht të izoluar dhe pa mundësi furnizimi me ushqime, ndërsa nxënësit duhet të braktisin shkollën. Vështirësitë të mëdha janë. Këtu s'mund të kalohet as me kam. E jo ma me një kafshë ose diçka tjetër. Njerëzit në kam rrezikojnë jetën për me shku në qytet. 2 ura tjere janë të prishura, kur kush deri sot nuk ka ardhur të vizitojë hiç përse. Imi janë ku kemi bërë kërkesë në komunë, po kur gjë s'ka presa, hiç. A mbush me gurës mëdhej. S'kalohet as me biciklet, as me kali, as me asgjë. Kemi ara, kemi toka, se një bim gjonjet të porë se një bim. Po sot do bëjmë nesër, do bëjmë mas nesër, do bëjmë ina të pënu Shqipkovec, janë ma keq, ina të pënu Rërqec, nuk janë të ardhë, nuk janë të ardhë. Më vështirë kemi kur është koha me shi, kur është lagët dhe thatë kur është përsi rreziku, po kështu është më tepër. Kemi fëmijë që shkojnë shkollë fillore, të mesme dhe në fakultet, që e kalojnë këtë urë. Na kemi premtuar se kishte do të bëhet diçka, po ja u bën 2 muaj nga vërshimet, deri sot, siç e shihni vetë, nuk ka asgjë konkrete. Nëse vazhdon kështu atë veç ka mbetur me njerëz, me kafsh, me gjithë që kemi para komunës ose diku tjetër, shkojmë gjejmë zgjidhje tjetër. Veçanërisht dimri të bëhet alama shumë më keq. Nga komuna e Tetovës pranojnë se për këtë urë nuk është bërë ende asgjë, por premtojnë se së shpejti do të ndërhyet në ngritjen e një ure të përkohshme. Sa i përket urës ende aty nuk është bërë asgjë, mirë po punohet në atë që të rregullohet ura. Ende nuk e dim a do të mundemi urën një urë për mendoj urë patjate të rregullohet, apo do të shkojmë në një urë të përkohshme, mirë po të jetë urë funksionale edhe për maqina. Banorët e lagjes Teqe të Shqipkovicës shprehen se nëse nuk merren masa për zgjidhjen e këtij problemi, do të ngrihen në protesta para komunës.